Pjesa fundit e mesditës, e paralemrova flasim për zhvillimet në Kupën e Botës, dy ndeshje ndoshta më interesante të këtij kampionati botror deri më tani, pritet të zhvillohen në ditët e ardhshme. Sonte me fillim nga ora 21 përballet Franca me Spanjën për të siguruar një vend në finale, për të analizuar këtë ndeshje dhe tjetrën që pritet të luhet më pas. Të ftuar në studio kemi analistin sportiv Robert Gjeraj. Mirë se erdhe, Robert. Se gjeta, faleminderit për ftesën. Franca përballë Spanjës. Çka na pret sonte? Një ballafaqim po besoj i ashpër mes dy kombëtarëve, e thash vetëm një vend, vetëm njëra prej kombëtarëve shkon finale. Po unë po mendoj që Franca e ka ndoshta testin më të vështirë deri tash që e ka pas gjatë rrugtimit, edhe pse e ka pas ndoshta një letër, një rrugtim shumë të lehtë, mirë po Franca aq është e fortë, ka ekip shumë të kompletuar, sa që vetë ka bërë rrugtimin e lehtë. Jo pse i ka pas kundërshtar të dobët gjatë rrugës, sa e ka pas Paraguajin një kundërshtar i cili ka luajtur shumë brutal, ka luajtur shumë ashpër, edhe kur i ka mbijetuar asaj, atëherë sot futbollin e sotëm nuk ka kundërshtar të lehtë, mirë po në media dhe në opinion po cilësohet që e ka pas rrugën e lehtë edhe Franca dhe Argentina, mirë po këta nuk e kanë zgjedhur atë rrugë, shorti i ka qit para çasoj rrugë, kështu që me Spanjën e ka një lojë shumë të vështirë, që mendoj që ndoshta është finale para finales, për arsye se kanë qelluar do ekipe shumë të forta në këtë bllokun ku ka Franca, edhe kanë cilësi të ndryshme njëna me tjetrën. Spanja gjihet që luan futbollin total me posedim të topit edhe ka shumë lojtar teknik në mesin e vet, po Franca është ekip e kompletuar me gjitha repartet, gjë që Spanja nuk e ka në mesin e vet. Franca tu fillu prej portierit deri te lojtari i fundit në sulm atje, e ka ekipin e kompletuar, edhe ka lojtar edhe të bankës e zërë që në gjithë moment mujnë më fut në lojë, edhe me mojtë ritmin e njëjtë lojës, ndoshta edhe me shtu ritmin, me rrit nivelin e lojës, për me arrit qëllimin. Kështu që ku takim Mbappé në sulm, Olisen, Barkolën e shumë lojtarë tjerë me fushën shumë të fortë, atëherë është shumë e vështirë. Mirë po edhe Spanja njihet për një futboll teknik me posedim topit, gjë që është sa një kryesor në futboll, kur ekip posedimin e topit edhe në stop jeni avantazh, pritet çdo moment me shpërthy, po te Spanja mungon një lojtar gollshënues, sepse e kemi pa në dy ndeshjet e fundit ka fituar me shumë vështirësi, i ka fituar në minutën e fundit edhe Portugalinë edhe lojën e fundit spedime kanë pas harrova se nuk kanë përzgjedhur ekipet, kështu që në këtë ndeshje, kështu që kanë fituar në moment fundit edhe kanë fituar me një lojtar prej bankës rezervë. Nuk kanë mujt me bë gjatë ndeshjes më shumë, po është Merino i cili gjihet edhe si jokeri i Spanjës. Për fat të mirë të Spanjës e kanë pas një joker, i ka shënuar goll, ndërsa Franca nuk e ka pas këtë problem. Çdo lojë që ka fituar me lojtar që i ka pas në fushë, nuk ka rrezikuar asnjëherë fitoren përpas në grupe kur ka met një lojë barazim, se në grupe ka qenë 3 ekipe kanë mujt me kalu grupin edhe nuk e ka pas problem kur kvalifikimin. Kështu që mendoj që është një ndeshje shumë e fortë për një nuancë, unë mendoj që Franca është më e mirë edhe nuk besoj që mundet me ndodhë diçka përveç që ka me fitu Franca. Dhe kjo, Robert, për shkak të cilësive që sa po i përmende, apo ka gjasa që dhe të befasohemi, sepse ky realisht ka qenë një kampionat befasish, po, rekordesh dhe gjithçka tjetër. Që në futboll çdo gjë është e mundshme. Befasit në çdo gjë është e mundshme, për që ata është edhe futbolli interesant, se kërkush nuk e ka prit, për shembull që Holanda ka marrë shumë herët, Kepi Gjelbert ka më bë 3 barazime dhe ka më ne befasu ka më kalu grupin, me po kur vin këto lojë në gjysmëfinale këto nuk luhen në fund veç fitohen. Kur të luajmë në lloje turnamentit ose kompeticionit që është botrori, kur të vinë gjysmëfinale, çerkfinale, kur vetëm një tek ndeshje, ato vetëm fitohen, pavarësisht lojës mirë ose posedimit topit ose cilësisë, në fund vetëm vlen fitoria. Edhe tash në këtë lojë këta luajnë vetëm për me fitu. A fitojnë lojë shtesë apo çish kanë me fitu, ju intereson me marr titullin edhe me arrit objektivin. Unë prapë po them edhe një herë që Franca ka në mesin e vet shumë lojtar cilësor. Në çdo moment pritet me shënu gol për gati për 5-6 lojtarëve që i ka, pritet me dhënë gol. Kurse te Spanja është pak jetë vendimtare për të ndeshje. Po përveç Mbappés, mundet me qenë Olise, i cili është një lojtar i jashtëzakonshëm. Dua i cili luan nonën tjetër është i jashtëzakonshëm. Futet Barcola në pjesën e dytë, që edhe ai është i jashtëzakonshëm, është kampion i Evropës me Paris Saint-Germain, kështu që i ka 4-5 lojtarë. E kanë një portier shumë mirë, i cili për mendimin tim me lojën me Como është një ndër portierët më të mirë në kampionatin botror. Edhe ai në shumë momente pe bën edhe diferencën, se po del shumë jashtë zonës vet, pe merr topin edhe pe tërheq ekipën e kundërshtarit, edhe piliron kohë për Mbappén edhe për Olisen. Edhe plus trekant që Mbappé Olise Barcola ose Nduez, cili do që ka me lujt, po bojnë lëvizje shumë mrena për mrena fushës edhe po kanë mundësi
me manevru me top. Gjë që te Spanja nuk e ka ato, për shkak se e ka ekipën pak ma të kandidat në fazën e sulmit, përveç Lamine Yamal, i cili është shumë i mirë në meni, mirë po e kemi pa dhe ato vetëm ndeshjen e fundit ka bërë diçka më tepër që është zgjedhur lojtarin e ndeshjes, por në lojtë e kaluame nuk ka kallëzuar diçka më shumë se ka qenë i lëndum. Po te Franca aty e shoh përparësinë për shkak se secili lojtar pritet me dhënë gol. Ndoshta koncentrohen me rujt Mbappen, ka hapësinë për dy lojtarë tjerë që mund të bëjnë shumë që e kanë bë edhe gjatë lojëve që kanë luajtur deri tash. Kështu aty e shoh forcën e Francës, te Spanja me posedim topit edhe me durimin që e kanë, edhe ata mund me qenë ndoshta mund mi bë ball Francës, mirë për Franca unë besoj që ka me zgjedhë një taktik tjetër që m'ja pamundsu këtë posedimin e topit që mund Franca dhe me kundesun me shumë të shpejta me shënu. Kjo lojë vendoset kush shënon i pari edhe unë besoj që edhe arrin objektivin. A beson që në këtë ndeshje, kjo ndeshje në fakt do mbyllet me një fitues brenda kohës së rregullt apo për të marrë shikuesin tension është edhe me të qenë se dyja kombëtarët janë të forta, edhe mund të shohim ekstratarë edhe penalti. Përvojat e dy ekipeve kanë me luajtur shumë kujdesshëm, fillimi i ndeshjes ka me qenë shumë i kujdesshëm. Ja mosin forcat njëna tjetrës, po unë besoj shumë që Franca shënon gol, e atër Spanja sa ka me mujt me arrit qëllimit për me çu lojën vazhdime, është një gjë tjetër, po normal që kanë respekt të dyja njëna për tjetrën edhe mujna me po ndoshta edhe vazhdime. Mirë po, nuk bëj me paramenu asnjëherë që Franca me këtë sulm edhe me këtë lojë që ka bërë deri tash, edhe e ka dëshmu që çdo lojë ka dhënë gol, mundet me çu lojën deri në vazhdime. Po nëse, po them edhe një herë, kushtimisht në thojza, nëse Franca e respekton më shumë se që duhet Spanjën, atëherë mundet me shku loja në vazhdime, se kjo është luftë për trofe, është një hap larg finales, kështu që kanë me luajtur shumë të kujdesshme se një gol e vendos lojën. Mirë po prap ja përparësi Francës për shkak se ka shumë lojtarë që mund me shënu gol edhe nuk besoj ndoshta që mundet me shku në vazhdime vetëm nëse Spanja kujdeset shumë, mbrohet shumë, po nuk e ka Spanja në traditë që mund mbrojt, kështu që për atë arsye mendoj që nuk mundet me shku në vazhdime. Ndërkohë, Robert, flasim pak edhe për ndeshjen tjetër që na pret mes Argentines dhe Anglisë. Të bëjmë ndoshta edhe disa cilësime edhe për të dy ekipet. Po edhe Argentina njëjtë sikur Franca e ka pas një rrugtim shumë të lehtë, edhe e keni pa edhe nëpër media edhe nëpër tifozët botror po kritikohet shumë për ndihmën që e ka pas, sidomos ndaj ndeshjes me Egjiptin edhe me Zvicrën, që mendoj që ndoshta këto rregullat e reja që në fut në 2026, vetëm për këtë kompeticion, ndoshta janë kanë pak edhe të dëmshme, se me këshyr realisht se si ka ndodhur dhe çish ka ardhur deri te ngjarja që i kanë ndihmuar Argentinës, është reale ajo. Mirë po, të njëjtat raste nuk janë shikuar për ekipet tjera, mirë po për Argentinën janë shikuar, mirë po ato janë reale, nuk ka diçka që i kanë bërë pa drejtësi ndoshta ekipit kundërshtar. Për shembull te rasti i Zvicrës, aty është shikuar për diçka tjetër, në vendim gabim që ja kanë dhënë kartonin e verdh, tani e ka psu ky tjetër edhe ka marrë karton të kuq. Sikur mos kish vendos arbitri me dhënë karton të verdh, nuk kish shikuar fare varri edhe kishin shpëtuar të dy ekipet. Edhe po mendoj që e ka pas një rrugë shumë të lehtë, mirë po me Anglinë, Argentina unë mendoj që e ka testin më të vështirë deri tash. Se ka pas shumë lojë të vështira, i ka kaluar me vështirësi, edhe në momentin që Messi nuk ka luajt, Argentina nuk ka mujt me bë diçka më shumë. E kanë lojtarin më të mirë në botë gjitha kohëve. Për Messin Lionel Messi. Edhe për Messin unë mendoj që ndoshta mundet më kon edhe loja ose e fundit ose e parafunit për Argentinën, sepse ajo është një moshë edhe nuk besoj që në kampionatin botror tjetër se na e dim që njëherë Messi është tërheq për kombëtarës, mirë po e kanë rikthy për me fitu botrorin, ai e ka arrit qëllimin, e ka fitu, mirë po i ka ardhur rasti prap. Edhe tash pse mos me shfrytëzu me marr prap. Messi herë të parë përballët me Anglinë. Sa mund të ndikoj kjo ndoshta në motivimin e tij për me tregu më shumë në fushë? Se e kishte deklaruar edhe vetë para gazetarëve se pothuajse me gjitha kombëtarët kanë pasur mundësinë ballafaqohen asnjëherë me Anglinë. Vetë prezenca ati në kampionat botror është motiv. Me atë moshë më arë dhe me konë me thy këtë rekordet, nuk ka motiv më të madh se pa pas motiv nuk ish mujt me thy ato rekordet. Mirë po normal që kur lunë edhe nuk i lutë kundër një kombëtarje, edhe atë rekord do në me thy, edhe pse edhe mos me shënu gol që mu boj lojtari i parë që i ka shënu gol gjitha kombëtarëve, se e di Messi ka dhonë, me konë ka lujt ka dhonë gola, kështu që mirë po e ka një Angli, e cila për dallim për viteve tjera, është ekipa ma kompletuar deri tash që ka pas Anglia. Edhe në kohën kur ka qenë Gerrardi, John Terry këta, nuk kanë pas ekip më të kompletuar edhe atmosferë më shumë. Plus kësaj, Anglia e ka edhe trajnerin i cili e ka ndryshuar komplet Anglinë evropiane që luti para 2 vjetëve, është një Angli shumë tjetër, po lunë shumë ofanziv, edhe e ka një përparësi se Argentina e ka ekipin e para 4 viteve vetëm me 2-3 lojtarë ka dallim, edhe është ekip pak në moshë, kurse te Anglia është
tjetër. Anglia ka ekipën shumë më të re se Argentina, edhe ritmin e kanë shumë më të madh se Argentina. Argentina ka probleme shumë mbrojtje. E kemi pa me Zvitën, mes të shkon kartoni i kuq, Zvitra e kish mujt krejt lojën, mirë po kartoni i kuq i penalizoi edhe Argentina mas minutës 60-70 çdo lojë po bjen. Kjo është për shkak asaj që thash më herët, për shkak moshës që lojtarët nuk mundin me përballu ritmin e njëjtë, plus saj ku t'jashton që Anglia edhe në kampionat ku luajnë Premier League është ritmi jashtëzakonisht shumë i madh, niveli i lartë i lojës, kështu që ka shumë lojtarë që janë Premier League-s edhe Ligës Spanjës që e mojnë ritmin shumë nalt, kështu që Argentina vetmin armë të fort e ka pas deri tash ndërprejmet, me kryesimet e Lionel Messit që kanë shënuar golla për ndërprejmeve. E këtu Anglia është e fortë, të ndërprejmet, si në fazën defanzive dhe ofanzive janë shumë të fortë, mendoj që Anglia ka përparësi shumë edhe shumë besoj që Anglia me Francën kanë me shku në fund finale. Dhe finalen e shemë mes Anglizë. Dhe çush kishte qenë finale? Edhe në fund e merr Franca. Franca është ekipi më i kompletuar në kampionatin botror për mendimin tim. Sikur t'ja kishin mundsuar Francës edhe një ekip me bë, edhe t'ja kishin qitë në atë bllokun tjetër, kishin luajt Franca 1-2 në finale, edhe plus edhe një ekip e kalon jashtë listës trajneri. Unë e kam thonë edhe në emisionin tonë atje në Mundovar që trajneri e ka më lehtë me marrë botrorin se me bë listën që e ka bë para kampionatit, qatë vështirë e ka pas me zgjedhje lojtar, cilët i kalon edhe jashtë edhe ka pas shumë vështirë me vendosë cilin do të me marrë për me garu në kompeticion. E nëse flasim për ndoshta lojtarin e këtij viti të Kupës së Botës, kush do të ishte realisht ndoshta mes Messit, Mbappes, duke qenë se kanë statistika deri diku të ngjashme? Qëre Messi nuk diskutohet që është lojtari më i mirë gjitha kohëve. Ato e ka dëshmuar edhe tash. Mirë po këtu në kompeticion vlen vetëm gollat edhe asistimet edhe statistika që i bën gjatë ndeshjes. Messi këtu i ka bë, po i ka bë edhe Mbappe. Mirë po nuk duhet me harru edhe Bellinghamin edhe Harry Kane-in që janë të bë punë të mirë dhe kanë bë golle, janë të rivalizu. Mirë po nëse shkojnë Francë-Argentinë ose Francë-Angli, lojtari më i mirë i torneut ndahet mes Mbappes me Messin ose Mbappes me Harry Kane ose me Bellinghamin. Edhe pse te Spanja nuk ka pas në lojtar që e ka kallëzu veten deri tash, përveç Merino që i ka dhënë 2 golla për bankës rezervë, po minutash ka pas shumë pak. Po Mbappe e ka bajt Francën në shtëpinë vet edhe u konsolider i ekipit. E ka shtyr ekipin përpara në momente të caktuara, ka vendos rezultate të njëjta gjë kanë bërë edhe Bellinghami edhe Messi në anën tjetër. Po nëse Messi Argentina shkon në finale, unë mendoj që pa diskutim tash më varet edhe kush e fiton finalen, mirë po ka më ndodhur prapë sikur ka ndodhur në rast me qenë finalist, mes me marr kupën, po mos gjet lojtari i torneut Messi. Ka ndodhur herë. Po. Në anën tjetër diskutojmë vetëm për këto çaste që na kanë mbetë edhe për një çështje tjetër. Sa mendoni Robert se janë të përgatitura mirë në aspektin emocional lojtarët e këtyre kombëtarëve, marr parasysh më pas që ndoshta pesha e ndeshjes mos më ndikon në performancën që ata zhvillojnë mrena në kupë. Po flasim për mrena në fushë, po flasim për Kupën e Botës. Qëre, Kupa e Botës është kompeticioni më i madh që një lojtar ka dëshirë me marrë. Emocionet janë të papërshkrueshme, ato nuk mundesh me jek, është vetëm kush nuk ka luajtur futboll ose kush nuk don me besu, është e pamundur mos me pas emocione. Mirë po, në futboll është një sen, 10 minutat e parë kur futet në fushë ki emocione. Mirë po nëse nuk teken emociones mas 10 minutave dhe nuk përfshihesh ti në lojë, atëherë është një farë problemi te ti që nuk po mundesh me menaxhu veten. Zakonisht lojtarët e ekipet e mëdha kanë edhe psikologë brenda ekipës, kanë trajner mental, kanë trajner të posaçëm që i ushtrojnë për këto emocione me eliminu sa më herët. Mirë po janë të pashmangshme. Mirë po lojtari që i vazhdojnë emocionet deri në fund, pastaj edhe ai nuk është lojtar. Mirë po emocione ka, është e vështirë se e kemi pa me Kolumbinë, një lojtar që ka humbur rastin me Zvicrën, kundër Zvicrës vetë për vetë është kërcënuar me vdekje. Para disa kohëve një lojtar të Kolumbisë edhe e kanë vrarë, se ti e përfaqësuar në shtet. Edhe ki përgjegjësi para një shteti, se sporti është luftë kuptimin e mirë të fjalës, ti të luftu për shtetin tënd. Edhe normal që ty kanë me të përfshirë emocionet, mirë po sa më shpejt që i menaxhon edhe përfshihesh me lojës, se vjen një moment kur ti nuk i nin as publikën që folin. Vetëm me çfarë referin fushë edhe i nin bashkëtarët e tu kur të koncentrohesh, sikur telefon kur je të fol, le të fol dikush anash sa dush ti je i koncentruar në telefon. Njëjtë është edhe loja. Kështu që unë mendoj që edhe përvoja këtë investicion është hera e parë që janë 4 ekipe që janë edhe në ranglistën e FIFA-s, janë 1, 2, 3 edhe 4. Kanë shku në gjysmë finale 8 katërt, si me pas programu me shku 4 të parat në renditjen e FIFA-s. Kështu që
jo në ekip shumë me provoja dhe nuk besoj që mund kritikat që ka marrë FIFA këtë herë dhe nuk është larg me mendu, ndoshta Franca që edhe është programu. Ju ngrit teori që e kanë programu që me shku këto katërat, mirë po ato teori kanë rënë poshtë kur Ronaldo nuk ka shku përpara, se gjatë gjithë kampionatit kanë menu që Ronaldo dhe Messi kanë me qu në finale për me përballë njëri me tjetrin edhe me këshurë se cili është më i miri gjitha kohëve, mirë po ajo nuk ndodhet. Mirë po tash Messi ne kemi pa ato fotografit me Infantino që pja bojnë që e ka një përkraje ndoshta për Infantinos, mirë po jo, ato ndodhin për shkak të rregullave që janë vendos. Normal, lojtarët e mëdhaj çdo ku në botë, lojtarë që janë me emrin edhe që kanë reputacion në publik, i mbrojnë edhe gjyqtarët. Duhet më mbrojtë se publika në fund vjen për ata. Me eliminimin e Ronaldos, kur eliminu Portugalia, 49% biletave kanë rënë me çmim për gjyqin për shkak se nuk ka pas interes më me pa ekipe tjera, se shikust kanë nxjerr bileta ndoshta për me pa Portugalin finale, atëherë ato interesimi ka ra, kështu që normal lojtarët e mëdhaj çdo ku i mbrojnë edhe për lëndimeve se publiku don mi pa ata. Kështu që duhet më pajtu me fatin. Përkthehet mas nej edhe në të mira materiali dhe kësaj gjithçka kohëve të fundit për shkak Robert duke u komercializuar dhe për këtë arsye po ka shumë kritika edhe mënyrën se si është organizuar këtë vetë botërori dhe çështjet e tjera. Po unë me në këto rregulla që i kanë qitë tash, sidomos ajo hidratimin mes dy pjesëve, unë jam prej fillimit kam qenë kundër, sepse edhe kur u ka 20 gradë koha e kanë bërë hidratimin për shkak të reklamave, për shkak sponsorëve, edhe kanë vu shumë rregulla disa që futbollin e kanë bërë si më kon robot. Për ato edhe kur pishojmë offside-at me centimetra për kallëzojnë, nuk për kena shka me komentu. Futbolli është interesant kur kish ka fol pas ndeshjes. Për shembull jemi tifos dy ekipeve kundërshtare, ti thu kon unë s'kon, ajo pak më shumë interesant. Edhe lojtarët tash ke pa momentin që po shënojnë gol pa e marrë. Po do pa marrë konfirmim, po duhet më gëzu dy herë. Një herë kur të hep gol, një herë kur ta pranon vari. Kështu që u bë shumë teknike, si robot je bo, nuk është interesant. Edhe kur pëndzirë një penalti, ndoshta se lojtarët kanë aftësi edhe mi avjedh referet një penalti, me shtin në i thitje. Tani ti edhe pe vjedhat penaltin me atë zdërvjellësin tonë që e ki, vjen arja, shikon varën edhe ta në lojnë, plus dëshkon me ka të në verët, kuq del për lojës krejt, ndoshta e lojtari ma i mirit penalizan krejt. Kështu që këto mu nuk më kanë pëlqyer mirë, po besoj që kanë mi hek këto rregulla mas FIFA-s, mas botrorit, po, vetëm për kompeticioni. Mbetet për të parë ne kemi me pas mundësinë me taku edhe një herë tjetër, po besoj me është në finale. Kismet ku shkon Francë, Angli në finale, vi, që shkon Francë, Angli, Franca e merr prap vi. E qartë, parashikimi jëtë është Francë-Angli, unë po dhëmë Francë-Argentinë. Dorentin? Mirë, thonë po shkaj qështë të arobi. Me këta profesionista. Me këta profesionista, se këta i din sa. Francën e qëllojnë e tani ta shojnë, inshallah sot për na fiton njerë. Robert, falinderit shumë dhe njerë që ke sot me zdit. Falinderit shumë. Robert, ndërkaq që ndeshjen sonte sigurisht do të ndjekim ishte prej orës 21, apo? Mirë, dhe nesër sigurisht do t'i komentojmë edhe detajet për këtë ndeshje, ndërkaq që nga këtu ne ju përshëndesim për sot, por do të shihemi nesër në orën 12. Mirëmbëjtje.